Opinionistja e Big Brother VIP Kosova 4, Olta Gigjari, nuk kurseu as pak kritika ndaj Labinot Gashi gjatë spektaklit të fundit të praimit, duke goditur drejt për drejt me fjalë të forta dhe një ton të prerë. E njohur për sinqeritetin brutal dhe analizën e saj pa dorë ashka, Olta akuzoi Labinotin se po i përdor emocionet si mburoj dhe po e shndërron veten në viktim sa herë që përballet me situata të vështira brenda shtëpisë. Ajo u ndal veçanërisht te mënyra se si ai kërkon falje pothuajse çdo natë të së shtunës në sy të publikut. Sipas saj, kjo sjellje nuk është më shenjë reflektimi, por një taktik që i humbet kuptimin fjalës "më fal". E përmend shpesh këtë gjë Labinot, u shpreh Olta me një ton të prerë. Por unë të kam parë të lumtur, të lirë, të qeshur teksa laheshe në gjakuzin e shtëpisë. Nuk je këtu për të na treguar historitë e tua me psikologun. Je në një lojë, në një shtëpi ku duhet të marrësh përgjegjësi për sjelljet e tua. Fakti që të ka shkurtuar emrin, ti ja ke kthy me masakër. Opinionistja shtoi se problemi më i madh nuk është një incident i vetëm, por përsëritja e pandalshme e së njëjtës situatë. Çdo prime po kërkon falje. Nuk e di nëse e di vërtet peshën që ka fjala "më fal" kur e thua kaq shpesh. Deklaratat e Oltës shkaktuan një val reagimesh brenda studios, ndërsa Labinoti mbeti i heshtur, i goditur mes kritikës dhe reflektimi. Spektatorët, ndërkohë, u ndan mes atyre që e mbështetën opinionisten për drejtësinë brutale dhe atyre që ndjen se Labinoti po trajtohet më ashpër se sa duhet. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.